ta edhe nuk e di. Ta ministra të cilët u propozuan, duke e ditur qartë që kjo qeveri nuk pse kanë pranuar të futen në një listë e cila kanë qenë sigurt që digjet sot. Ndoshta e ka bërë siç e ka bërë Rama në Shqipëri, që ka bërë surprizë, nuk i ka marrë mendim paraprak. Roma e ka pas numrin e votave, Roma ka mund të bëj çfarë të doj, derisa Albini e ka ditë saktë që nuk i votohet qeveria, se s'ka arritur për këto 15 ditë ta bëj pazar asnjë sikur që ishte me zonjën Ngrajinca në zgjedhjet e kaluara, atëherë i duhej pak, po kësaj radhe po të blente, ju ka ndosh dikon Spoku edhe 6 edhe 5 për ta marrë minimumin, por çka do ndodhte? Albini e din shumë mirë, se edhe po ta votonin 70 deputet, qeverisjen e tij ajo do të ishte qeverisje jo legjitime, jo legale, sepse kushtetuesja do t'i anulonte të gjitha votat e deputetëve që njëkohësisht kanë ushtruar detyrën e ministrave edhe kryeministrit. Domthoni kemi dikun 8 ose 9. Pastaj propozimi edhe i Rashiqit. Edhe i Rashiqit për nënkryetarit kuvendit u propozu për ministër, shiqeni, merrni me mend. Ato e kanë propozuar nënkryetar, ai nëse është nënkryetar nuk mund të jetë ministër. Nëse është ministër nuk mund të jetë nënkryetar, po kjo është bënte tolli, ose më njëherë do ta bënte problemin. Sot do duhet jepte dorëheqje bolla më njëherë. Edhe ta merr vazhdimin e seancës nënkryetari Albulena, që ka qenë edhe qëllimi. Si do qëndronte edhe Albulena zëdhënëse e Limajt, kjo pastaj imagjinat tjetër. Po, merrni me me, po dhe aty ka qenë interesante. Po të ndodhte ajo, por krejt këtu kanë qenë vetëm kalkulime para zgjedhjeve, apo u dok edhe programi që ai mundu ta prezantoj atë letër dëshirave të mira të tij, por nuk ishte çka të prezantoj. Ai më tepër e pat një parafushat, e pat një fillim të fushatës, duke prezantuar program me rritje të pagave, rritjes pagës minimale, me subvencionim të shtesave për leona kështu me radhë, për pensionistët pleq që i këqyrin apo kujdesen për fëmijët vegjël e tjera, duke tentuar në një mënyrë të vazhdoj blerjen e votave siç ka ndodhur në zgjedhjet lokale, dëshironte të filloj të blej vota edhe për zgjedhjet e ardhshme me premtime koti, me premtime të cilat na çojnë drejt një shteti puro social, për çka kisha dëshiru, por edhe mendoj që Albini përsëri mund të jetë i pari, por me një përqindje dukshëm më të vogël, dhe uroj që opozita që nesër do të jetë shumë e kujdesshme, edhe mos të paralajmërojnë bllokada apo vija të kuqe për njëra tjetrën, sepse kështu do ta rrezikojnë të ardhmen e vendit, do ta rrezikojnë buxhetin e premtuar nga Bashkimi Evropian, nga fondet të ndryshme ndërkombëtare, të cilat tani veç kanë arritur në 1,5 miliardë dhe kur u alokua kësti i fundit për gjitha shtetet përveç Kosova, e cila nuk e ka kuvendin e konstituar, dhe tani veç jemi fut në një fazë që ne do të fillojmë të humbim donacionet, ndihmat e një pjesë, jo të gjitha, por atyre që ju ka lënë afati 3 vjeçar, të cilat ende nuk janë alokuar, ne veç do t'i humbim milionat, të cilat janë shumë të rëndësishme në këto momente, sepse pa miratimin e kuvendit, marrëveshjet ndërkombëtare nuk mund të kalojnë. Andaj edhe në këtë rast do të humbim buxhet shumë të nevojshëm për Republikën e Kosovës, e cila po kalon momentet më të vështira në historinë e saj të pas luftës, kuptohet me keq qeverisjen e Albin Kurtit, që po e çon drejt humnerës këtë vend. Pra atë që e tha Ramush Haradinaj në fjalën e tij
drejtuar kuvendit qëndron dhe për fat keq ai njeriu që e ka ushqy propagandën edhe po i kundërvihet edhe në fund do të jetë kurbani i vetëm Albin Kurti nga kjo lufta hibride që me vazhdimsi e ka përmend Albini, edhe ajo luftë hibride është ushqyer nga vetë Albini edhe në fund do t'i kushtoj vetë Albini. Zotëria Koceri, ju lutem, më thoni edhe diçka për ta mbyllur. Ju thatë që vetëvendosja në zgjedhjet e parakohshme që pritet do ketë ulje, por kujt do t'i shkojnë këto vota? A mos do jemi ndoshta edhe pas atyre zgjedhjeve në të njëjtën situatë ku partitë do kenë 3 partitë kryesore të njëjtën numër dhe sigurisht do jemi prapë në ngërç, pra nga kjo krizë tani